Gjykata e Apelit e Kosovës ka vendosur që gjykimi ndaj Faruk Mujdës dhe Hysen Muzliukajt të vazhdojë duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte refuzuar kërkesat e mbrojtjes për shpalljen e provave si të papranueshme dhe për hedhjen poshtë të aktakuzës në rastin ku Faruk Mujdka, njëkohësisht kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen hidroekonomike Iber Lepenc dhe Hysen Muzliukajt, ish drejtor për gjeodezi në Mitrovic, akuzohen për korrupsion. Në aktvendimin e Apelit thuhet se refuzohet si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të Faruk Mujdkës dhe Hysen Muzliukajt, ndërsa vërtetohet aktvendimi i gjykatës themelore të 16 dhjetorit 2025. Mbrojtja në këtë rast kishte kërkuar që provat e mbledhura nga prokuroria të shpalleshin të papranueshme, aktakuza të hidhej poshtë dhe procedura penale të pushohej, për këto kërkesa nuk u pranuan. Sipas Apelit, pretendimet e mbrojtjes lidhur me veprat penale për të cilat ngarkohen të akuzuarit nuk mund të shqyrtohen në këtë fazë të procedurës. Gjykata vlerëson se ato do të trajtohen gjatë shqyrtimit gjyqësor kur të administrohen të gjitha provat dhe vetëm atëherë do të mund të vendoset nëse të akuzuarit janë fajtor apo të pafajshëm. Apeli thekson se arsyetimi themelores nuk paragjykon rezultatin e procesit penal, pasi vlerësimi përfundimtar mund të bëhet vetëm me aktgjykim të formës së prerë. Faruk Mujdka, aktualisht kryeshef ekzekutiv i ndërmarrjes Iber Lepenc, dhe Hysen Muzliukaj, ish drejtor në gjeodezi, kadastër dhe pronë në komunë të Mitrovicës, akuzohen nga prokuroria speciale për keqpërdorim të detyres zyrtare. Në seancën fillestare të mbajtur më 20 tetor 2025, dyshja u deklaruan të pafajshëm. Sipas aktakuzës së ngritur më 9 shtator 2025, Mujdka në cilësinë e nënkryetarit të komunës së Mitrovicës dhe Muzliukaj si drejtori i gjeodezisë në prill vitit 2021 i propozuan kuvendit komunal këmbimin e një pjesë të objektit të ish bankosit në rrugën Afrim Zhitia me një parcelë private prej 102 metra shkatror në pronësi të Besarta Jusufit në rrugën Ali Zeneli. Prokuroria pretendon se prona prej 139 metra shkatror, pjesën e objekti me sipërfaqe totale prej 631, ishte paraqitur si pronë komunale, ndonse të akuzuarit sipas aktakuzës ishin në dijeni se ajo nuk ishte në pronësi të komunës së Mitrovicës. Për këtë pronë ekziston një proces gjyqësor i iniciuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe ndërmarrja shoqërore Jugobanka, ndërsa komuna më herët kishte kërkuar nga AKP-ja bartjen e së drejtës për shfrytëzim, pikërisht sepse objekti nuk ishte pronë e saj. Sipas prokurorisë, me këto veprime janë të kaluar kompetencat zyrtare, është vepruar në kundërshtim me ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palojshme të komunës dhe i është shkaktuar Agjencisë Kosovare të Privatizimit një dëm në vlerë prej 125.100 eurosh. Përveç kësaj, Mujdka përballet edhe me një akuzë të dytë, atë për mos respektim ose raportim të rrem të pasurisë. Sipas aktakuzës, gjatë kohës sa ushtronte detyrën e kryeshefit ekzekutiv të Iber Lepencit, ai nuk kishte deklaruar 60.000 euro para të gatshme në formularin e deklarimit të pasurisë në Agjencinë për Parandalim dhe Korrupsion dhe pse sipas prokurorisë ishte i obliguar me ligj ta bënte një gjë të tillë. Kjo shumë ishte gjetur dhe sekuestruar gjatë kontrollit në shtëpinë e tij në korrik të 2023-s. Me vendimin e fundit të gjykatës së Apelit, aktakuza mbetet në fuqi dhe procesi gjyqësor ndaj Mujdkës dhe Muzliukajt do të vazhdojë në Departamentin Special të Gjykatës Themelore të Prishtinës.